Mirëmëngjesin nga Kosova, sot 5 marsi, epopeja e UÇK-s. Tu tash do bëjnë homazhet e shtatoja legjendarit që gjendet në Fushë Kosovë, i prej veteranëve, familjarë të dëshmorëve. Tash po të bëhen në ardha dhe Arjanit, veterani Arjanit, sot 5 marsi, ha? Po. Lavdi komandantit legjendar Adem Jashari. Të lumt. Lavdi e preja. Bukur e basketball. Kanë fillu të bëhen ja dhe mësuesi Muslip Pirçuku, i cili 40 vite ka eduku breza 3 prej brezës Topojës. Shoko mësues mirë se ki ardh në epopenë e UÇK-s ku do bëjmë homazhe. Si pe ndjen veten sot? Sot është një këtë ngjarje historike. Në përgjithësi 5 mars, 6 mars dhe 7 mars janë ditët e epopejës çlirimtare të Kosovës. Është një epope me krenarin më të madhe që e presim jetën tonë. Respekt mësues. Faleminderit. Sërish vjen morsi, sërish vjen stina. Të rënët e gjallët bëhen tokë. Ves as shi, zduron lëndina, burëria, zduron lotë. A shkojna? Për një minutë jeshtë. Berisha, histori UÇK-s të Këshorës. Sërish vjen stina, trënët e gjallët bëhen tokë.